There was a time in our lifetime Ka qenë when energy dikur, was një herë një simply kohë, a question një moment në jetën tonë kur supply, energjia ishte keeping thjesht the lights on çështje as long as furnizimi për possible të mbajtur dritat ndezur sa in më the gjatë të ishte circles e of mundur 24 hours. në qarkun e 24 orëve, hand, dhe nga ana tjetër living in a country where until a decade ago jetojmë në half një of the vend ku population deri was një paying for the dekadë other më half, parë gjysma e popullsisë while paguante për gjysmën all tjetër, our ndërkohë që wealth e gjithë pasuria by our system e prodhuar nga was as a sistemi ynë matter of fact ishte stolen në and fakt mismanaged. e keq menaxhuar Our dhe energy bidej. distribution company Kompania jone until a shpërndarjes decade ago energjetike was deri një on the dekadë edge më of the parë bankruptcy ishte and was being në kept buzë alive të only by falimentit government dhe mbahej subsidy, gjallë vetëm nga while its subvencionet debt qeveritare. was more than 5% Ndërkohë of që our borxhi GDP. i saj ishte më shumë se 5% e Today is a produktit tonë totally të brendshëm different bruto. story. Sot, Energy historia defines our është krejt security, ndryshe. Energjia our përcakton economic sigurinë strength, tonë, fuqinë and tonë ekonomike our dhe vision ambicien for tonë our place in this region and për the world. vendin që zëm në këtë Albania rajon e në has Europë. chosen to go Shqipëria through a ka very zgjedhur painful që të energy reform, kaloj përmes një and as procesi we speak, mjaft there is të no dhimbshëm more reforme energjetike dhe injustice ndërkohë që in the flasim system nuk ka as më it pa was. drejtësi në Everyone pays sistem siç its ishte fair më parë. share, Gjithkush and paguan atë që i anytime takon. we invest Ndërkohë ne to investojme diversify our për and të from being a diversifikuar country portofolin depending ton. fully on E hydro për të shkuar nga and një import, vend we që varet aim to become very tërësisht soon nga energjia within hidrike dhe this mandate importet, of the government, të arrijmë a shumë country that is a shpejt net exporter që brenda këtij mandati të and shndrohemi në një 100% vend renewable. eksportues neto të A energjisë key part of this 100% i journey ripërtëritshëm. is Një the element build-out kyç i of këtij partnership rrugëtimi with the United është States, pa asnjë dyshim which is partneriteti based on ynë a me shared Shtetet e commitment Bashkuara të to Amerikës që energy mbështetet në security zotimin e përbashkët and ndaj to a sigurisë stable and energjetike prosperous dhe për një And rajon të nowadays, qëndrueshëm dhe të begat. we go from north, Sot where not ne long ago we have launched a big vim American nga investment veriu ku jo a shumë wind kohë farm më parë to south. prezantuam një investim At the me center Shtetet e of this Bashkuara të effort Amerikës is the për transformation energji nga era e më we pas are në jug. Pra, launching këto janë pjesë e një from Vlora. transformimi që ne po What e was nisim once a nga single Vlora. asset Ajo çfarë një is herë becoming ishte a një capital. aset i vetëm, po And bëhet what një is port. still today Dhe an asset ai that we çfarë couldn't sot është use ende një because aset of që a nuk kemi completely mundur wrong ta përdorim për shkak të way of mënyrës investing krejt the të money of the gabuar Albanians, të investimit të it parave will të turn shqiptarëve, in a do so të valuable shndërrohet asset në një aset that kaq të will vlefshëm give sa to që Albania do t'u jap the position do t'i jap of Shqipërisë an energy hub pozitën that connects e power një generation, qendre gas energjetike infrastructure, që and përfshin regional prodhimin e energjisë, What infrastrukturën makes dhe tregjet Albania rajonale. and United States Çfarë partnership particularly e bën powerful veçanërisht të is fuqishëm partneritetin it midis is the Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të comprehensiveness of this Amerikës është partnership. natyra gjithëpërfshirëse e It këtij combines partneriteti, long-term sepse ai supply kombinon security, sigurinë critical afatgjatë infrastructure furnizimeve, development, zhvillimin e private infrastrukturës sector kritike, expertise, and a ekspertizën shared e sektorit geopolitical privat commitment to dhe energy një angazhim resilience. të përbashkët And gjeopolitik here ndaj shëndresës comes energjetike. Dhe the këtu person to whom I owe vim te personi të big cilit expression of gratitude, i detyrohem një Ambassador shprehje Gilfoyle, mjaft të thellë mirënjohjeje has also ambasadores the merit Gilfoyle to që ka po kështu make us not meritën feel orphans që të anymore, mos na bëjë të because ndihemi since jetim I don't know sepse how long time që prej një kohe nuk di we sa don't të have an gjatë ambassador nuk here, kemi një but ambasador këtu. thanks to you, Por fal jush, we ne have a very strong kemi ally një that although aleat shumë is të meant to fortë serve që Greece, edhe pse it's very obviously ka për qëllim të more shërbejë në ambitious Greqi, than the është Greek qartësisht border. më So thank you, ambicioze se Ambassador, sa for brenda kufirit putting grek. this effort Kështu që and faleminderit ambasadore pushing për këtë very përpjekje strongly dhe që keni make shtyr sure kaq that fort our që të connection siguroheni and që bonds with the United States lidhjet e government marrëdhëniet tona me qeverinë e Shteteve të comes Bashkuara out të stronger Amerikës të with the dalin material edhe më result. të forta me rezultate të Right pjekura. away after our Me very njëherë nice pas conversation bisedës with son
komunikon mjaft të këndshme me sekretarin për punët e brendshme dhe me njerëzit përkatës në Washington. Kemi sot një marrëveshje të jashtëzakonshme që do të sjellë më pas një investim shumë të madh, teknologji moderne dhe marrëveshje për furnizime. Pra Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Evropën juglindore. E nuk mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja Guilfoyle, pra të nevojës sonë të dyja palëve, të Shqipërisë e të Greqisë për të forcuar lidhjen tonë dhe për të forcuar bashkëpunimin tonë në shumë mënyra, por posaçërisht sa i takon furnizimit me energji, prodhimit energjetik dhe rezistencës e pavarësisë energjetike. Duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës e fluksi energjit shkon përmes lokal perëndimor, kontribuon në stabilitetin e rajonit dhe ndikon në sigurinë energjetike të fqinjve, dhe kjo është diçka që vërtet na bën shumë krenar dhe na bën të ndihemi shumë të nderuar. Partneriteti midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përçon sot një mesazh shumë të qartë. Edhe vendet e vogla mund të marrin hapa të guximshme dhe mund të bëhen pjesë e zgjidhjes të disa prej sfidave më të ngutshme të kohëve tona. Dhe edhe më shumë se kaq, mesazhi i sotëm nuk mund të jetë më i qartë se kaq kur vjen fjala për të lidhur nevojën jetike për energji me nevojën jetike për liri dhe demokraci. Për të mos u mbështetur tek aktorë të cilët mund të ofrojnë energji, por po kështu mund të vënë në pozitë të vështirë në raport me lirinë dhe objektivin për të forcuar demokracinë. Për ta përmbyllur, dua të theksoj edhe një herë rëndësinë e kësaj marrëveshjeje. Dua të përgëzoj ekipin ton për shpejtësinë e pazakontë për realizimin e kësaj. Natyrisht e di që ishte edhe në shtysën e turistnin time, por ka funksionuar, kështu që për aq sa ka funksionuar, le të marrim edhe merit. Dua pra vërtet të përgëzoj ekipin, të përgëzoj ministrin. Ka marrë tashmë një raportim shumë të mirë për ju nga Ambasada Amerikane në Greqi, kështu që urime. Dhe sigurisht i bëj një falenderim mjaft të thellë Nancyt, ekipit të ambasadës këtu që po bëjnë më të mirën, të mbijetojnë faktit që nuk kanë ambasador. Dhe sigurisht falenderime shumë të veçanta dikujt që është dora e djathtë e ambasadores Guilfoyle, që e kupton shumë mirë rajonin, e kupton Shqipërinë. Kristosi, falenderit shumë miku im, që ke qenë kaq ndihmës që unë të kuptoj pa asnjë mangësi e plotësisht ambasadoren Guilfoyle. Falenderit shumë.